Bashkia e Korçës ka organizuar një pritje për mësuesit pensionistë, të cilët gjatë gjithë jetës së tyre kanë kontribuar për arsimimin e shumë brezave të nxënësve. Kanë qenë rreth 250 ish mësues, të cilët janë bërë pjesë e aktivitetit, ndërsa disa prej tyre flasin me shumë dashuri për kohën kur kanë shërbyer në arsim, duke dhënë edhe mesazhe për mësuesit e rinj në drejtim të edukimit të brezit të ri. Mësimdhënia është pasion, është mision, është dashuri, është përkushtim. Lumë këta mësues që e kuptojnë këtë gjë. Përkushtimi kryesor i mësuesit duhet të jetë ky, që të krijojë një brez të ri me tradita, me dëshira, me përkushtim, me dashuri për dijen, për rrugën e bukur të dijes, të jetës dhe të çdo gjëje që mund të arrijnë. Ata kanë një detyrë fisnike të edukojnë brezin e ri, e cila është e ardhmja e vendit tonë. Prandaj qeveria tregoj më shumë kujdes për arsimin. Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka falenderuar të gjithë mësuesit pensionistë për kontributin e çmuar të dhënë ndër vite. T'ju falenderoj për punën e jashtëzakonshme dhe me shumë përkushtim që keni bërë në gjithë vitet e karrierës tuaj. Punë e cila ka pasur sakrifica, një pjesë prej jush të cilët i njoh e kanë filluar karrierën e tyre si mësues në zona shumë thella, jo vetëm të Korçës, po të gjithë Shqipërisë, por kanë punuar i kanë kaluar ato vështirësi dhe kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për të edukuar dhe për të kaluar në duart e tyre me qindra nxënës. Bashkia e Korçës e ka bërë tashmë traditë prej vitesh festimin e 7 marsit me mësuesit pensionistë, ndërkohë po me rastin e 7 marsit, bashkia organizoi edhe 2 koncerte në bashkëpunim me shkollën Sevasti Qiriazi dhe Korin Rinor Çajupi në Tiranë, ku në qendër ka qenë figura e mësuesit si arkitekti brezave.